Jo çdo herë, fëminia, rinia dhe jeta jote ka qenë, po ka qenë ndritshme, sa të shohim na duke shkëlqyer çdo ditë më shumë në çdo aktivitet tëndin, prezente në media, privat, duke udhëtuar, dhe sikur ka qenë një luftë e madhe e kësaj famës me e vjedhë dhe me e përcjell të tjerë, dhe jotja. Është e vërtet, ndoshta për faktin se unë kom qenë një personalitet krejt ndryshe prej atyre që populli i Kosovës edhe mediat janë mësume po aktive nëpër media. Ju e thatë që fëmiria ime nuk ka qenë e lehta se zakonshme me të tjerët, kuptohet, për shkak të sfidave të ndryshme shëndetësore që i kom pas, mirë, po përtej kësaj unë nuk kom zgjedhur të ndalem. Kom zgjedhur ta jetoj jetën në aspektin normal sikur të gjithë të tjerët, edhe lufta kryesore ka qenë të jemi integruar në formë të barabartë në shoqëri, çka vërtet ja kom arrit. Këto ja kom arrit për shkak të mbështetjes së madhe të familjes dhe rrjetit shoqëror cilin e kom pas, po mbi të gjitha edhe për shkak të vizionit personal që më ka përcjell që mos